لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, sot në këtë ditë madhështore, në këtë ditë feste për mbar muslimanët, në këtë ditë që Allahu xhalla xjalaluhu e ka përmendur në Kur'an, dita e parë e Kurban Bajramit, që Allahu xhalla xjalaluhu thot: "Fasalli li rabbika wanhar", dhe falo për Zotin tanë dhe thërr kurban për Zotin tanë. Në jetë besimtari është i obliguar që të krijoj raporte në anën vertikale, në lidhjen e tij vertikale dhe në lidhjen e tij horizontale. Në lidhjen e tij vertikale, raportet që i krijon me Zotin e vet, raportet që i krijon me krijuesin e tij, me Allahun xhalla xjalaluhu, duke ju nejt gati obligimeve të Allahut, duke ju nejt gati porosive të Allahut xhalla xjalaluhu, dhe në raportet në vijën horizontale, në raportet që duhet të i krijoj mes njerëzve. Andaj në këtë ditë madhështore shfaqen këto dy raporte, apo manifestohen këto dy vija në raport me të besimtarit që duhet t'i ketë në raport me Allahun xhalla xjalaluhu dhe në raport me krijesat e tij. Shfaqet adhurimi i Allahut përmes madhërimit të tij me tekbiret që i bajnë, me faljen e namazit të Bajramit dhe me therrjen e kurbanit. Këto janë adhurime të cilat tregojnë raportin tanë me Allahun xhalla xjalaluhu. Këto adhurime e ngritin nivelin e imanit tanë, e ngritin nivelin e sinceritetit tanë, e ngritin nivelin e devotshmërisë dhe në realitet gjitha obligimet e Allahu xhalla xjalaluhu, duke e futur edhe therrjen e kurbanit, nuk është për qëllim që të arrihet devotshmëria e Allahut, është për qëllim që të arrihet në nështrimin ndaj Allahu xhalla xjalaluhu, është për qëllim që të arrihet zbatimi i urdhrave të Allahu xhalla xjalaluhu. Andaj bashkë në lidhje me kurbanin, Allahu xhalla xjalaluhu thot: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Nuk arrin tek ju, nuk arrin tek Allahu xhalla xjalaluhu
as mishi I kurbanit, e as gjaku I kurbanit, mirë po tek Allahu Gjelle Gjelalu arrin devotshmëria juve. Tek Allahu Gjelle Gjelalu arrin sinceriteti ju. Tek Allahu Gjelle Gjelalu arrin në nështrimin që ja bani urdrave të Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj në këtë ditë madhështore, ky raport mes teje dhe krijuesit tan manifestohet në formën më të mirë, duke qenë ti I gatshëm që të zbatosh urdhrat e Allahu Gjelle Gjelalu, e mbi gjitha që është therrja e kurbanit në këtë ditë dhe në ditën në vijim sipas asaj që e ka përcaktuar. E gjëja e dytë që është e rëndësishme të nderuar vëllezër, e që nuk është ma pak e rëndësishme se e para, është krijimi I raporteve të mira me të tjerët. Sot ti në festën që e kije, në këtë ditë madhështore, ki për obligim që ta tregosh moralin tanë, ta tregosh sjelljen tane, ta tregosh afërsinë tane me të tjerët, ja shtrin dorën njëri tjetrit, ja bëni për haj bajramin, afroheni me shpirta dhe me zemra mes njëri tjetrit, jeni në ndihmën e atij që ka nevojë, jeni solidar ndaj atyre që kanë nevojë, duke ju ofruar ndihmën përmes ushqimit të kurbanit dhe për ndihma tjera që kanë nevojë. Andaj ai besimtari I cili pretendon sinqeritet tek Allahu Gjelle Gjelalu, ai besimtar I cili pretendon devotshmëri tek Allahu Gjelle Gjelalu, ai besimtar I cili pretendon se ka rregulluar raportet me Allahun Gjelle Gjelalu, le të shiqojë në raportet që I ka me njerëzit. Le të shiqojë në raportet që I ka me njerëzit, sepse nëse raportet tua me njerëzit nuk janë në nivelin e duhur, atëherë ktheu edhe nërë dhe pyete veten tane. Pyete veten tane për namazin që e ban, pyete veten tane për sinqeritetin që e pretendon, pyete veten tane për devotshmërinë që e pretendon, sepse çaja devotshmëri dhe çaj sinqeritet dhe çaj nënshtrim ndaj Allahut detyrimisht detyron që ti të kesh raporte të mira edhe me kojshin tan, edhe me farefisin tan, sidomos në vizitat sot që bëhen mes njëri tjetrit që tregon një lidhshmëri të fuqishme të besimtarëve mes njëri tjetrit. Jo rastisht vizitohen në këto festa, vizitohen besimtarë me njëri tjetrin, kjo tregon moralin tan, kjo tregon edukatën tane, kjo tregon raportet tua që I ka ndërtuar çaj sinqeritet dhe çaj devotshmëri me Allahun, raportet që I ka ndërtuar me të tjerët. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, sot në këtë ditë nuk ka vend xhelozia, nuk ka vend smira, nuk ka vend urrëtia. Sot në këtë ditë nuk ka vend illnimi. Sot nuk është ditë feste, sot gjithë duhet të bashkohemi dhe gjithë duhet të pajtohemi dhe gjithë duhet të t'jashtrim njëri tjetrit dorën dhe të lutemi Allah që të na I pranoj punët tona dhe të lutemi njëri tjetrit për falje, për lëshime dhe gabime që I kemi bërë. Pra kjo është ditë që është shumë madhështore, me dimensione shumë të mëdha, edhe në raport tonin me Allahun Gjelle Gjelalu, edhe në raport me krijesa tjera. Andaj e lusmi Allahun Gjelle Gjelalu që në zemrat tona, në familjet tona, në vendin ton, të zbret qetësi dhe gëzim në këtë ditë madhështore, të zbret siguri, të zbret rahatllëk, të zbret lumturi, që t'jemi të afër me njëri tjetrin, ta shijojmë gëzimin e kësaj feste. Nuk shijohet gëzimi I kësaj feste të nderuar vëllezër, duke shkuar edhe duke bë bajram me ata të cilët nuk I ki prezant ti sot. Ata kanë momente tjera kur ti lutet për ta. Nëse të ka vdek baba, nëse të ka vdek evladi, nëse të ka vdek dikush tjetër I afër, sot nuk është ditë për me shkuar në varr dhe me vizitua dhe me bë bajram me ta. Sot është ditë me bë bajram me gjallë. Ndoshta nuk flet me filanin, nuk flet me tjetrin, nuk flet me ata, ndërsa po shkoj po bëjën e bajram me babën tem ose me djalin tem. Raportet I duhet me rregullu me ata që janë gjallë, e me ata që janë vdekur mu lut për ta, ama jo sot mu lut me shku aty dhe me vizitue, sepse kjo nuk është tradite e Islamit. Kjo nuk është tradite e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Askund nuk është transmetuar nga pejgamberi se në ditën e bajramit ka shkuar dhe I ka vizituar dhe ju ka dhënë selam të vdekurve që I ka pas, bashorte e evlat që I ka pas. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë burrave dhe grave dhe fëmijëve dilni këtë dhe festoni këtë ditë,
sepse është me të vërtet ditë madhështore, ditë që dëshmon për tyje, për imanin tanë, për sinceritetin dhe devotshmërinë tane, dëshmon për raportet që kije me të tjerët. Elusmi Allahun xhalla xhelalu që të na bëj prej besimtarve që jashtrim dorën njëri tjetrit, afrohemi mes njëri tjetrit, e ndihmojmë njëri tjetrin. Elusmi Allahun xhalla xhelalu që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, na fal neve dhe juve, na mëshiroj me mëshirën e tij, t'ju ndihmoj atyre që kanë nevojë, atyre që kanë borxhe Allahu t'ja lehtësoj, atyre që kanë brenga Allahu t'ja largoj, atyre që kanë smundje Allahu t'i shiroj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Urimet gjithve, kur pa Bajramin, Zotin Branoft, urimet tjesa, Allahi, na bashkot, hajnë në zinë në gjithmonë. Amen. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى